Me objektivat një rini aktive, me shkolla moderne dhe të sigurta dhe sport për gjithë, do të angazhojmë oficer të sigurisë në çdo shkollë duke bashkëpunuar ngushtë me prindërit dhe policinë komunale. Po përshëndetje Jeta, përshëndetje edhe një herë për gjithë kundër kandidatët e mi, po shfrytëzoj rastin mi uru hapjen e fushatës zgjedhore, le ta bëjmë një fushatë sa më drejtë dhe sa më meritore, dinjitoze që ka hije qytetit Pejës. Unë, si kryetare arshme qytetit e Pejës bashkërisht me Partinë Demokratike të Kosovës, kemi me qeverisë me një platformë të bazuar në disa parime, duke filluar me sundim të ligjit, duke i caktuar prioritetet kryesore të qytetit tonë, duke marrë përgjegjësi të plotë, llogaridhënie projekte konkrete për qytetarin, e që nuk do të mbeten këto projekte vetëm në letër, por do të burojnë nga një vizion i qartë që ka ardhur pikërisht prej kërkesave, nevojave të përditshme, sfidave dhe gjithë potencialit që posedon e mund të operojë me qytetin e Pejës. Ky vizion ka me arrit duke caktuar thash prioritetet kryesore dhe duke punu vetëm ndershmërisht dhe me duar të pastra për to. E ndër prioritetet apo shtyllat kryesore të platformës apo programit tonë zgjedhor, jo rastësisht e kom zgjedh arsimin dhe rinin, me objektivat një rini aktive, me shkolla moderne dhe të sigurta dhe sport për gjithë. Do të renovojmë ambientet të shkollave, do t'i pajisim ato me kushte moderne, me laborator, pajisje, tabela digjitale. Do të angazhojmë oficer të sigurisë në çdo shkollë duke bashkëpunuar ngushtë me prindërit dhe policinë komunale. Unë jo vetëm si kandidate, po dhe si nane të fëmijëve, po e shoh si shqetësim çdo ditë më shumë në rritje sigurinë në shkolla. Përveç inteligjencës dhe arsimit cilësor, unë jam hidhtare e madhe që fëmijëve t'u ofrojmë edhe inteligjencë emocionale, duke bërë parandalimin e rrezikut dhe për të rritë sigurinë dhe parandalimin e bullizmit dhe rrajeve qoftë verbale apo fizike nëpër shkolla. Do të bëjmë shkolla gjithëpërfshirëse, shumica prej tyre nuk janë edhe për ata fëmijë me aftësi të kufizuara, duke angazhuar psikolog aktiv, logoped e mësues shtesë individual. Do të fillojmë mësimin gjithditor në disa prej shkollave pilot që do t'i marrim. Do të krijohet transport aktiv për fëmijë apo nxënës që vijojnë shkollat rurale. Kemi me kriju qendër inovacioni për trajnime, për start-up biznese, një qendër ku mundet me u shfrytëzu hapësirat për qëra për të rinjt, e dim që shumë të rinj kanë ide për biznes, por që nuk mujnë me përballu ndoshta qëranë e biznesit. Pastaj shtylla tjera janë shëndetësia, planifikimi urban, zhvillimi ekonomik, turizmi e shumë tjera që mbeta pa i thonë.